Tyre, publiku I ka njohur nga afër, sepse kanë qenë edhe pjesëmarrës në reality show Big Brother VIP Albania. Ato kanë bashkëpunuar edhe herët me njëri tjetrin dhe kësaj radhe kanë vendosur që tek 64, festivali 64, të jenë bashkë me njëri tjetrin. Ndërkohë në listë gjendet dhe Alice, që në festivalin 63 vlerësuar me këngën Mirgull në vendin e tretë. Por kemi dhe një rikthim pas shumë vitesh larg skenës dhe larg Shqipërisë, Vedata Demi rikthehet dhe ka vendosur që të jetë pikërisht skena e festivalit që të rikthej një artist mjaft të njohur nga jeta e natës, me bendin e tij, e kemi ndjekur për shumë kohësh, kemi patur edhe fatin ta shikojmë festivale të ndryshme, kështu që Vedata Demi do ta kemi pikërisht këtë garë. Në garë do jenë dhe Evi Reçi, po flas për emra shumë të njohur dhe të dashur për ju. Sheila Haxhiraj, do t'jetë Kamela Islamaj, Gerta Mamutaj, Erik Loshi, Engji Nasufi, Gresa Gjoreca. Në këtë edicionin gjithashtu do të kemi një rikthim, Lorenz Hasrama. Ja ku përmenda edhe një tjetër emër të njohur. Luna Çausholli, një këngëtare e re, shumë e talentuar. Kleansa Susaj, do t'jetë grupi Two Farm që ka bërë revolucion me këngët e Top Albania Radio. Kështu që do t'jetë në këtë festival edhe një rikthim I kënaqshëm I gjithë këtyre artistëve të cilët kanë bërë historinë e muzikës, janë pjesë e historisë muzikës. Por do të kemi edhe emra të rinj dhe të rinj do të ndalojmë tani. Gjithmonë kur themi të rinj, duket sikur shprot shpresë, është një gjë. Edhe kur jenë në moshë të thënë ti dukesh I ri, është gjithmonë I lavdrim. Po kur vjen puna në garë, kur vjen puna në festival, kur thua I ri, duket sikur është penalizim, se thënë këto të rinjt me zi, edhe a do ja dalin dot sepse këto tjerët janë me emër, po kjo është e bukur e festivalit, se është një garë e hapur, një garë ku bëre bum me këngën tënde, siç bëri Shkodra Elektronike, të hapen dyert edhe pse mund ta kesh për herë të parë, ose je pak I promovuar në ambiente të ndryshme, dhe ti shkon larg, pastaj larg deri në Eurovision, dhe renditesh në 10-ën e parë, siç e bëri Shkodra Elektronike. Përveç artistëve të njohur, festivali do të mirëpresë edhe emra të rinj që garojnë për herë të parë. Një prej tyre është Tekzon Pireci, me origjinë nga Prizreni, I cili ka nisur rrugtimin artistik që në moshë të vogël. Iris Neziri, një tjetër emër I njohur për publikun, gjithashtu do të ketë emra që bëhen pjesë e këtij edicioni dhe janë Threx, si Hana Haxhnikaj, Saviana Vjerdha, Sara Kapo, Rigers Loka, Rezarta Smaja është e njohur, Malvina Likaj, është Kimi, Giti, si dhe Endri Kaçaçi. Ndërkohë surpriza do të kemi, se po I bëjmë tani bashkë të njohur e të panjohur, surpriza do të kemi sepse kësaj radhe në sken do të kemi një moment emocionues pasi një aktor